Gjan shkon në burg për të ndryshuar dëshminë në lidhje me Ajlën. Ai bën të qartë se e vetmja mënyrë që ajo të dalë nga burgu është pranimi i martesës me të. Ajla refuzon këtë kusht dhe e konsideron sjelljen e tij të padrejtë dhe të njëjtën anë të nënës së tij. Ajo shprehet se është e gatshme të qëndrojë edhe në burg, por nuk do të pranojë martesën me detyrim. Gjani largohet duke theksuar se gjithçka që ka bërë me qëllimin që ta mbrojë. Ajla mbetet në burg, ndërsa marrëdhënia mes tyre bëhet edhe më e tensionuar. Avokati i Ajlës vëren gjendjen e saj të rënduar pas përballjes me Xhanin dhe dyshon se mes tyre ka pasur një debat të fortë. Ai përpiqet të kuptojë arsyeën e reagimit të saj, por Ajla me lot në sy nuk e tregon të vërtetën. Ajo e mohon çdo përplasje me Xhanin dhe përpiqet ta fshejë gjendjen e saj emocionale, duke mbetur e vetme në dhimbjen dhe presionin që po përjeton. Xhan bisedon me zonjën Sadakat për përgjigjen që Ajla i ka dhënë, duke i bërë të ditur se ajo është e vendosur të mos pranojë martesën me të, edhe nëse kjo do të thotë të qëndrojë në burg. Sadakat është e prerë në qëndrimin e saj dhe nuk sheh problem që Ajla të mbetet e burgosur nëse nuk pranon kushtin. Ndërkohë, Kaja mban një qëndrim tjetër, pasi nuk dëshiron që kurnata e tij të vuajë pasojat e kësaj situate. Xhan mbetet i pavendosur dhe i përfshirë në një dilemë të rëndë për mënyrën se si duhet të veprojë. Ajlën e viziton në burg Demiri, armiku i Xhanit. Ai fillimisht shpreh pendesë për dëmin që i ka shkaktuar dhe më pas përpiqet ta bindë të bashkëpunojë me të për të shkatruar Xhanin. Ajla e përjeton me habi këtë ofertë dhe refuzon çdo formë bashkëpunimi. Megjithatë, Demiri i le të kuptohet se ai ka mundësi ta ndihmojë të dalë nga burgu, duke e vendosur Ajlën përballë një zgjedhje të vështirë. Denizi, djali i vogël, sheh një makth në ëndër, sikur nëna e tij, Ajla, kishte rënë në një pus. Ai zgjohet i trembur dhe i shqetësuar. Xhan përpiqet ta qetësojë nipin e tij, duke u siguruar se Ajla është mirë dhe se shumë shpejt do të jetë pranë tij. Frika e Denizit mbetet, por ai gjen një farë qetësie në praninë e xhaxhait të tij. Edhe në mëngjes, Denizi vazhdon t'i kërkojë Xhanit që t'ia sjellë nënën pranë tij, ndërkohë zonja Sadakat vë Xhanin përballë qëndrimit të saj, duke akuzuar Ajlën se nuk po vepron si nën dhe duke këmbgulur se ajo duhet të pranojë martesën për hir të fëmijës së saj. Ajo e thekson se Xhani është një burg që shumë gra do të dëshironin ta kishin pranë. Xhan mbetet i përfshirë mes presionit të nënës dhe shqetësimit për Denizin. Shahin shkon të vizitojë Naren në spital dhe interesohet për gjendjen e saj shëndetësore. Nara i tregon se është mirë dhe se e ka falur. Ai përpiqet ta bindë që të mos kthehet tek Ozgani, duke kuptuar se ajo po vepron nga mërzia dhe zhgënjimi. Nara i kujton se ai nuk pati guximin të largoheshin së bashku, ndërsa Shahin justifikon qëndrimin e tij me faktin se nuk mund të lindte vetëm familjen, sidomos kur jati ishte në burg. Teksa del nga dhoma, Shahin përballet me Ozganin dhe përpiqet ta ndalojë që të vizitojë Naren, por Nare kërkon që Ozgan të lejohet të hyjë. Gjatë vizitës, Ozgani tregon pa kënaqësi për praninë e Shahinit pranë saj dhe e kritikon për situatën. Ai kërkon Nares që të kthehet në shtëpi me të, por ajo refuzon dhe qëndron në vendin e saj. Xhan shkon pas Ajlës në momentin kur ajo paraqitet për paraburgim dhe vëren se Demiri ka sjellë gazetar, duke bashkëpunuar dhe me avokatin për të ndikuar negativisht në mendimin e Ajlës ndaj tij. Xhani përballet me Demirin dhe i kërkon t'i jap fund lojrave dhe kurtheve të tij. Ndërkohë, zonja Sadakat sjell Denizin në vendin ku ndodhet Ajla, në mënyrë që ai të shohë nënën e tij me pranga në duar. Ajo përpiqet të verë Ajlën përballë kushteve të vendosura dhe ta detyrojë të mendojë për fatin e të birit. Xhan e sheh këtë veprim të nënës së tij dhe e kundërshton ashpër, duke e konsideruar të dëmshëm për psikologjinë e fëmijës. Sadakat këmbgul se Denizi duhet të mësohet me realitetin dhe se Ajla duhet të mendojë për pasojat e veprimeve të saj kur i biri e sheh në atë gjendje. Xhan insiston që Ajla të heqë dorë nga avokati dhe të mos bashkëpunojë me ta, pasi është i bindur se ai po vepron kundër interesave të saj. Ai kërkon sërish Ajlës të pranojë kushtin që i ka vendosur. Më pas Xhani vendos të tërheqë akuzën dhe arrin të nxjerrë Ajlën nga burgu. Megjithatë, ai e merr me forcë dhe vendos ta dërgojë në konak pranë Denizit, pavarësisht se Ajla përpiqet të bëjë rezistencë.